Mirëmbrëma yje, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi në këto orë të para të mëngjesit bashkarisht për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Unë e di që ju jeni shumë kureshtar të dini rreth Mimoza Ahmetit, rreth përditshmërisë së saj, rreth jetës së saj. Tashmë çfarë po ndodh me Mimozën jashta fermës VIP? Një fenomen që në fakt mbërtheu të gjithë audiencën për ekrani. Bëri për vete çdo shqiptar, të gjithë e duar trokitëm, të gjithë e donim, të gjithë donim të dëgjojmë diçka nga Mimoza dhe të gjithë u familjarizuam tek ajo. Mimoza Ahmeti thonë që njerëzit fama e madhe të shëndruarit në fenomenin ndryshon dhe pikërisht Mimozën e ndryshoi fama po për të mirë, jo për të keq. Do të thënë e ndryshoi për të mirë, ishte një dhuratë e bukur e Mimozës që në fakt i erdhi në jetë. Mimoza Ahmeti ka filluar tashmë të jetë një personazh i kujdesshëm, jashtëzakonisht shumë për veten, ka ndarë një ndjesi që ndoshta nuk e kishte provuar më herët, të qenurit pjesë e fermës, kujdesi që bënin për personazhet, fokusi që jepnin tek personazhet, e bën që Mimoza ta trashëgoj këtë gjën edhe jashta fermës. Kujtoj natën e parë kur Mimoza u bë pjesë e fermës dhe më pas prajmin e dytë, lau kokën me njëherë sepse nuk i pëlqente grimi, nuk i pëlqente make-upi, nuk ishte mësuar me këtë jetën që të grimohet, të qëndrojë në parukier, të jetë personazh publik në këto dimensione. Do të thënë, ishte mësuar në një jetë pothuajse krejt ndryshe, pak më të qetë, pak më të relaksuar, pak më natyrale. Dhe tani që doli nga ferma, me angazhimet e shumta, do të thënë që Mimoza ka patur, fillimisht një herë në pasarelën që mori pjesë të Armina Mevlanit, ku në fakt shëndriti komplet, në daljet e saj nëpër Tiranë, në takimet me miqtë të saj që i kanë munguar jashtëzakonisht shumë për 3 muaj me radhë, do të themi, Mimoza nuk është më ajo Mimoza e cila nuk kujdeseshte për pamjen e saj, nuk kujdeseshte për veten e saj, nuk përdorte veshje interesante, por sot është një Mimoza krejtësisht ndryshe, një personazh që në fakt vërtet e vulos atë famë që ka arritur dhe duket tejet tërheqëse. Unë gjatë kohës kur po komentoj, do të thënë kam sjell dhe një video që ju të shikoni ndryshimin e Mimozës, unë them ndryshim rrënjësor që Mimoza ka bërë, është bërë shumë e bukur, është bërë shumë më klasike, shumë më elegante, shumë, do të thënë shumë glamuroze si personazh. Dhe kjo tregon që Mimoza avash avash, do të thënë po përgatitet që tashmë të bëhet edhe pjesë e medias shqiptare. Kam patur shumë pyetje, Tiranë si mendon, a do të jetë Mimoza pjesë e televizionit Vizion, aty ku në fakt Mimoza e dha të gjithë energjinë e saj. Çuditërisht, Mimoza akoma nuk ka qenë e ftuar në emisionet e televizionit Vizion Plus. Unë kam pritur që televizioni të jetë pak më atraktiv, do të thënë të jetë pak më kreativ në ca gjëra, do të thënë të merr intervistat e para, të merr perceptimet e para të Mimozës se si Mimoza i ka perceptuar gjërat kur ka dalë nga ferma, se si e ka jetuar ajo famën e të qenurit personazh kaq publik, shndruar në një fenomen etj, por nuk ka patur lëvizje të tilla. Dhe nuk ma merr mendja që Mimoza do të kyçet të punojë në një televizion për të udhëhequr një emision sepse nuk e shoh Mimozën pjesë të këtyre rrugtimeve. Unë mendoj që Mimoza do të ketë një raport të afërt me Arbanën edhe me Eduardin, sepse Mimoza ishte zbulim
i Eduard Grishaj, do me thënë i Oltës, ishte zbulim Mimoza e producentëve, dhe mendoj që Mimoza do të ketë një vend të rëndësishëm në media, por gjithmonë, do me thënë, duke ju kushtuar fushës së saj, ndoshta edhe duke luajtur rolin në vitin e ardhshëm si një opinioniste në ferm, sepse mendoj që ka krijuar atë strategjinë, ka krijuar atë rrugën e saj që tashmë e njeh mirë lojën, e njeh mirë formatin dhe mendoj që Mimoza do ta luante jashtëzakonisht bukur rolin e opinionistes në një format siç është Ferma VIP gjithmonë, do me thënë duke besuar që ky format do të ristartoj përsëri. Mimoza akoma nuk është se ka bërë diçka publike në rrjetin social të saj Instagram për të treguar, domethënë se si do të vinë gjërat në jetën e saj, se si do të bëhen gjërat në jetën e saj. Nuk është se ka ndarë momente apo të bëj një live, domethënë apo një video duke komunikuar të paktën me publikun, sepse komunikimi me publikun nga personazhe si Mimoza është shumë i rëndësishëm dhe publiku mezi pret këto komunikime. Mimoza ka qenë shumë e qetë, ka qenë shumë e heshtur, është munduar që të argëtohet, të qetësohet, të shijoj famën e saj, të jetë sa më afër miqve dhe njerëzve të cilët e duan dhe e respektojnë Mimozën. Do të thënë nuk është se ka qenë është shumë e përfshirë në këto rrjetet sociale, por gjithsesi unë mendoj që Mimoza do t'ishte më e përshtatshme në qoftë se do t'i jepej një rol në televizion, Mimoza të ishte pjesë e një formati siç është Ferma në rolin e opinioniste, sepse mendoj që do t'ishte një opinioniste e shkëlqyer për ato fermerë që do t'ishin brenda dhe do t'u jepte vërtet një rrugë të bukur që ato do të ndiqnin për t'u shpallur edhe fitues. Nuk ma merr mendja që do të ketë më një fenomen që do vetë shpallet fitues që në ditën e parë, ashtu si u vetë shpall Mimoza Ahmeti në fakt që në momentin kur hyri, por mendoj që do të ketë fenomene interesante që në kombinim me Mimozën do të jenë superior. Nuk e shoh Mimozën në fakt të pozicionuar te vizioni, flas te vizioni sepse gjithmonë do me thënë aty ku është mbajtur formati, aty ku është mbajtur kontrata, aty dhe kanë vazhduar gjërat. Kam parë shumë pak interes në fakt nga vetë televizioni për Mimozën, gjë e cila do me thënë e kishin mundësi në dorën e tyre që ta publikojnë Mimozën, të marrin përceptimet e para dhe të kenë ato klikimet e famshme të para për vete. Mimoza gjithsesi po jeton me shumë kënaqësi, do me thënë po e shijon suksesin e saj, dita ditës po e shijon edhe atë dashurinë që po merr në Tiranë nga fansat. Unë do kisha apeluar dhe do doja që ta bëjmë sa më shumë tak Mimozën që të jetë sa më aktive në Instagramin e saj, aty ku ajo të na ndan dhe përditshmërinë, aty ku ajo të na ndan dhe momente që edhe ne në fakt të argëtohemi dhe të kënaqemi me fenomenin Mimoza Ahmeti, me personazhin që na mban mbërthyer edhe sot për ekranin me energjinë e saj pozitive, me mësimet e saj të bukura, sepse Mimoza ka qenë edhe një farë shkolle për të gjithë ne, për ta parë botën me sy tjetër, për t'i kërkuar botës më të mira dhe për të krijuar në fakt një komunikim me yje që ndoshta shumica e njerëzve edhe nuk e kanë këtë dhuntinë e tyre. Dhe për këtë gjë, unë them që Mimoza do të jetë shumë shpejt në skenë. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe për video të radhës.